Haleluja, paqja dhe hiri i Perëndis qofshin me ne e me gjithë popullin e tij, kudo që të ndodhet. Unë ju përshëndes në dashurinë e Krishtit, ja ku jemi përsëri për të vazhduar atë temë që ne nisëm. Haleluja. Them ne sepse jam i bindur që shumëve do t'ju interesoj kjo temë, edhe e them me bindje këtë gjë, sepse edhe dikur kur unë ecja në bindjet e mia, isha i bindur që isha i kompletuar, e dija të gjithë mësimin, e dija të gjithë doktrinën, edhe kjo më bënte që të isha krenar. Haleluja, dhe kur Perëndia dërgonte zërin e vet që të më fliste, të më këshillonte, të më korrigjonte, të më kritikonte, për fat të keq ai zë ngelte i padëgjueshëm, sepse unë isha i bindur në ato që besoja. Por vëllezër, motra dhe të gjithë ju që do dëgjoni këtë video, haleluja, fjala e Perëndis na tregon që vetëm fryma e shenjtë do ta bindë njeriu. Vetëm fryma e Perëndis do ta bindë njeriu. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them që nëse vetëm fryma e Perëndis do ta bindë njeriu, atëherë çdo bindje që ne kemi, çdo gjë që ka hyrë në mendjen tonë, apo ndoshta ka zbritur në zemrën tonë dhe është bërë një diçka që nuk tjetërsohet më, që nuk pranojmë as ta prekim as të temë, as ta ndryshojmë, as ta kundërshtojmë. Unë ju ftoj që ta ballafaqoni me shkrimin, me fjalën e Perëndis. Sepse, haleluja, dua të lexoja atë vargun që dje ndoshta radhën e parë e përmenda, po doja ta lexoja për lavdinë e emrit të Perëndis. Është letra e dytë e Timoteut, edhe thot, kapitulli 3, vargu 16. I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia, haleluja, dhe është i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje, për edukim me drejtësi, që njeriu i Perëndis të jetë i përkryer tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Le ta marrim këtë varg edhe ta bëjmë tonin, haleluja. I gjithë shkrimi, thot fjala e Perëndis, është i frymëzuar nga Perëndia, jo vargu. Jo një varg është i frymëzuar nga fjala e Perëndis. I gjithë shkrimi do të thotë që, haleluja, jo një varg i vetëm komponon apo përbën mësimin e Zotit edhe mësuesit ton Jezus Krisht. Gjithë linja e mësimit të tij, haleluja, na çon në njohjen e fjalës, na çon në njohjen e modelit që ai dëshiron. Mirë, unë fillova këtë seri videosh edhe nuk e dim sa do të vazhdojnë, nuk e di, Zoti më ka vënë në zemër, edhe ashtu si i tha dhe Abrahamit, nisu, mos bëj shumë pyetje, edhe unë nuk bëj shumë pyetje, lë çdo gjë në duart e Perëndis, sepse jam i bindur që Perëndia po kërkon të na flasi, haleluja. Duke u bazuar gjithmonë në fjalën që lexova herën e fundit, që është te kapitulli 3 i Ungjillit të Gjonit, edhe gjithmonë do flasim për lindjen sërish. Haleluja. Sot do të shikojmë një aspekt tjetër të lindjes sërish, haleluja, sepse lindja sërish është një mrekulli shumë e madhe që ndodhi në jetën tonë, edhe nuk ndodhi për forcat tona, për meritat tona, haleluja, nuk është se ne ndihmuam Perëndin për të lindur sërish, haleluja, pastaj do të ndalemi pak në këtë kontestin absolutisht të gabuar, haleluja, të lindjes sërish, që disa kanë krijuar. Lexoj vetëm 2 vargje, haleluja. Jezusi i tha Nikodemit, nëse një nuk ka lindur, haleluja, nuk ka rilindur, më falni, nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndis. Përsëri Jezusi përsërit këtë afirmim, këtë deklarat. Thot, në të vërtet po të them, se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndis. Haleluja, le të shikojmë me hirin e Perëndis lindjen nga uji edhe nga fryma. Haleluja. Tani, që të futemi në kontekstin e temës që po flasim, të lindjes sërish, natyrisht nuk mund të shkojmë të marrim opinione njerëzore. Sado
i famshëm të jetë njeriu i Perëndis që ka shkruar, haleluja, sado i famshëm të jetë njeriu i Perëndis që ka predikuar apo që predikon. Ne, për punën e lindjes së risht, haleluja, me qënë se nuk është vepër njerëzore, ne nuk mund të këshillojmë njeriu, haleluja. Nuk mund të kërkojmë aprovimin e njeriut, po duhet të kërkojmë aprovimin e Perëndis, haleluja, sepse Perëndia thot nëse dikush nuk ka lindur nga ujë dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndis. Edhe pse sot janë të shumt ata që duan të hyjnë, por fjala na dëshmon që jo të gjithë do të hyjnë. Kjo nuk është sepse po themi që ne nuk duam që të hyjnë të gjithë. Haleluja, sepse në zemrën tonë tashmë është mbjell ndjenja e Krishtit. Haleluja. Ne kemi zemrën e Krishtit, ose ta themi më të saktë akoma, nuk është se ne kemi zemrën e Krishtit. Krishti ka zemrën tonë, ai e ka marrë pushtetin e qenies tonë. Haleluja. Ai e ka marrë kontrollin e tempullit, lavdi emrit të Perëndis. Atëre, për të shkuar dhe për të qartësuar se çfarë ndodhi me të vërtet, doja të lexoja te letra e Romakëve dhe ju ftoj që të gjithë, edhe kur ta dëgjoni këtë video, ndoshta mbasi të jetë publikuar, të shkoni dhe ta ballafaqoni çdo gjë. Haleluja. Të ballafaqoni çdo gjë. Dua të lexoj te letra drejtuar Romakëve kapitulli 5. Haleluja. E do ta lexojmë pak a shumë të gjithë kapitullin. Është një kapitull që ka një pasuri shumë të madhe, domethënë, edhe ka një dëshmi shumë të fuqishme, lavdi emrit të Perëndis, gjithmonë për të gjithë ata që kanë interes, haleluja, ta bëjnë proprieta këtë pasuri, ta bëjnë të tyren këtë pasuri. Kjo pasuri me të vërtet do t'i bëjë të pasur, lavdi emrit të Perëndis. Haleluja. Lexojmë tek letra e Romakëve kapitulli 5. Të shfaqsuar pra me anë të besimit, kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezus Krishtit Zotit ton, me anë të cilit edhe patëm nëpërmjet besimit hyrjen në këtë hir, në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndis. Atëre, është një varg që është për të nënvizuar. Është një deklaratë si ato që tham dje, që i lexuam tek letra e parë drejtuar Gjonit e apostullit Gjon, haleluja, te kapitulli 3. Ne e dim, po flasim për një diçka që është shkruar në Bibël, nuk është një opinion imi për shkak të njohjes që kam arritur apo për shkak të gjithë atyre që unë mendoj se janë të drejta. Është e shkruar. Është e shkruar në fjalën e Perëndis, haleluja. Edhe ne që pretendojmë që jemi bijë të Perëndis, që jemi të lindur sërish, jemi fruti i kësaj fjale. Apostulli Gjon na thot që ne e dim, domethënë. Ne e dim, haleluja. Dje lindi dhe pyetja, ndërsa lexonim këtë afirmim kaq të fuqishëm, lindi dhe pyetja që ti e di? Po ne që po flasim tani, e dim apo e dinin vetëm ata 2000 vjet përpara? Ata çka kishin krah? Ishin më të fuqishëm se ne, ishin më inteligjent se ne? Çka kishin ata më shumë nga ne? Haleluja. Ata thanë që ne e dim, haleluja, ne jemi të aftë të themi sot që ne e dim që kush lind nga Perëndia nuk mëkaton, haleluja. Jemi të aftë të themi. Po themi na një gjë ekstremiste, na një gjë që nuk duhet ta themi, na një gjë të turpshme, kur mos qoftë, haleluja. Po themi dhe po deklarojmë atë vepër që Perëndia ka bërë, nëse e ka bërë, haleluja, në jetën e secilit prej nesh. Po deklarojmë me bindje të plot atë vepër që Perëndia ka bërë. Kështu që lexojmë përsëri vargun 2 të kapitulli 5, thotë që me anë të cilit, haleluja, Zotit Jezus, ne patëm nëpërmjet besimit hyrjen në këtë hir, në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburemi në shpresën e lavdisë së Perëndis. E ke këtë bindje në zemrën tënde, që të qëndrosh i patundur në hirin e Perëndis, sepse pastaj do të shohim se si është jeta në hirin e Perëndis. Ç'a është ky model jete që
Haleluja, më falni, që është në hirin e Perëndis. Lavd jemi të Perëndis. Dhe jo vetëm kaq, por mburemi, thot, edhe në shtrëngime, duke ditur se shtrëngimi prodhon këmbgulje. Haleluja. Po flasim për një mësim të vyer. Edhe ne e besojmë që apostulli Paul, thot, u vu mësues edhe doktor, thot, i fjalës për ne paganët, për ne që ishim jo hebrejnë. E përsëris, u vu mësues edhe doktor i fjalës, edhe ai po mëson kishën. Kuptojeni këtë. Ju lutem në dashurinë e Krishtit, kuptojeni se është shumë e rëndësishme. Ky njeri i zgjedhur nga Perëndia në shërbes, në ministri, po mëson kishën. Haleluja. Dëgjojmë se çfarë mësimesh po i jep kishës. Ne dim, thot, që me anë të besimit hym në hirin në të cilin qëndrojmë të patundur, thot. Dhe jo vetëm kaq, thot, por mburemi, thot, edhe në shtrëngime, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbgulje. Këmbgulja përvojën, përvoja shpresën. Por shpresa, thot, nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë që na është dhënë. Sepse ndërsa ishim akoma pa forcë, Krishti vdiq në kohën e tij. Për të paudhët. Ish të paudhët. Je ti që po dëgjon, jam edhe unë. Ose, më falni, ishim. Ne ishim të paudhët. Krishti vdiq për të paudhët. Ta bëjmë çik më personale atë çështjen. Haleluja. Vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë. Mbase ndonjë do të guxonte të vdiste për një njeri të mirë, por Perëndia tregoi dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kini vëmendjen, kur lexojmë fjalën e Perëndisë, përqëndroni me mendje, trup, shpirt, me gjithë shka që keni, përqëndroni këtu, haleluja, sepse kur lexojmë fjalën e Perëndisë, Perëndia po flet zemrës tënde, Perëndia po mëson zemrën tënde, haleluja. Ose më mirë ta themi që Perëndia, fryma e shenjtë, po mëson krijesën e re. Po mëson njeriu e lindur sërish. Nuk po e mëson, do me thënë, që ai të justifikohet, të thoj që, haleluja, që, unë jam i dobët tash, çfarë të bëjmë? Ti, vlla, shumë ashu flet, shumë bukur flet me këto fjalë të mëdhaja, po këtu në tokë nuk e gjejmë kishën e përsosur, që Zoti ta qortoj këtë zë të djallit. Ky është zëri i djallit. Kur dëgjoni një njeri që thotë që këtu në tokë se gjejmë kishën e përsosur, jo. Do të thotë që këta njerëz flasin për modelin e vitës që ata kanë krijuar, për modelin e jetës, më falni, që ata kanë krijuar në mendjet e tyre edhe po ju transmetojnë edhe të tjerëve. Modeli i jetës së Krishtit është shumë tjetër. Haleluja. Thash që modeli që na dëshmon fjala e Perëndisë si modelin e vetëm që ne duhet të ndjekim, që është Zoti ynë Krisht, haleluja, është komplet ndryshe nga ato që mësojnë njerëzit sot. Është komplet ndryshe. Sot dëgjojmë nga shumë foltore, do me thënë, fjalë të tilla sikur vëllezër mos u hyni në dëshpërim, sepse ne jemi akoma me natyrën e mishit, që Zoti ta qortoj këtë fjalë. Kush do qoftë ai që e thot të fjalë, Zoti ta qortoj këtë fjalë që del nga goja jote. Ne nuk kemi me natyrën e mishit. Haleluja. Nëse ti thua këtë, atëre ti je me natyrën e mishit, do të thotë që ti nuk e lindur sërish akoma. Edhe nuk e di se çfarë mëson ti të tjerëve, nëse nuk e lindur sërish. Pastaj do të shikojmë edhe fuqinë edhe dhuntinë e ministrisë së të mësuarit. Haleluja, të pastorit, të doktorit. Atëre këtu apostulli Paul, si doktor dhe mësues i fjalës, po mëson. Thot, ne thot, mburemi thot, kur vuajmë. Ne, haleluja, këmbgulim në përvojë. Përvoja na sjell shpresën, thot, shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona. Tani, kthehemi përsëri atje. Perëndia e tregoi dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim, nguliteni mirë në mendje këtë. Kush
kushdo qofsh ti që me të vërtet do ta njohësh Perëndin ashtu siç ai është, haleluja, se është dëshmuar në fjalë, nuk është se po shtojmë apo po heqim. Thjesht po lexojmë. Thot, Perëndia thot tregoi dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ne ende ishim mëkatar, ishim. Si ta nxë goja që ti duke pretenduar që je krijesë e re, thua që unë jam akoma mëkatar. Si ta nxën goja? Kush frym ta dëshmon këtë që ti je mëkatar akoma? Cila frym të dëshmon ty që natyra e mishit jeton akoma brenda teje? Kur ti deklaron apo kur ti thua që jam krijesë e re në Krishtin, haleluja. Krijesë e re në Krishtin nuk të bën e folura jote. Nuk të bën ajo që ti mendon, ajo që ti thua. Unë jam krijesë e re në Krishtin. Jo. Është dëshmia e jetës tënde ajo që do vër vulën, haleluja, që je apo nuk je një krijesë e re në Krishtin. Lavdi Krishtit, fjala e Perëndisë lexuam apostafat përpara, do me thënë, ka aftësinë, ka autoritetin edhe të kritikoj, edhe të qortoj, edhe të edukoj, edhe të mësoj. Në mënyrë që ne të përfsosemi, ne të arrim përsosmërinë, lavdi emrit të Perëndis. Nëse zëri që të thot ty që ne nuk kemi për të qenë kur të përsosur, ai është zëri djallit. Haleluja, Bibla na inkurajon në të gjitha fletët e saj që ne të arrim përsosmërinë, lavdi emrit të Perëndis. Haleluja. Pa përsosmërinë asnjë s'ka për të hyrë në qiell. Haleluja. Elia hyri në qiell. Enoku hyri në qiell. Lavdi emrit të Perëndis. Nuk më interesojnë opinionet që mund të kenë njerëzit. Më intereson ato që thot fjala e Perëndis. Nëse ai njeri nuk ishte i përsosur, si hyri në qiell? Atëre Perëndia bën dallime. Perëndia bën ndasi. Kështu mos qoftë kur, Perëndia është i drejtë. Haleluja. Ka dëshmuar drejtësinë e tij. Lavdi emrit të Perëndis, haleluja, lavdi emrit. Edhe thot që e tregoi dashurinë e tij ndaj nesh në kohën kur ne ishim ende mëkatar, në të kaluarën. Ngule mirë në mendje, të lutem, në dashurinë e Krishtit. Unë nuk dëshiroj që kjo fjalë të bjerë si gjykim në jetën tënde. Unë dëshiroj që të bjerë si inkurajim në jetën tënde, që ti të përmendesh, haleluja. Të përmendesh lavdi emrit të Perëndis. Thot, shumë më tepër, pra duke qenë tani se jemi të shfaqsuar me anë të gjakut të tij, do të shpëtojmë nga zemërimi me anë të tij. Në fakt, ndërsa ishim në të kaluarën, armiq të Perëndis, u pajtuam me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të tij. Haleluja, nëpërmjet kryqit. Udha e vetmi e pajtimit është kryqi. Kushdo qoftë ai person që thotë që unë besoj në Perëndin dhe nuk ka kaluar akoma në kryq, ai po gënjem vetveten. Si ta kuptojmë që kemi kaluar apo s'kemi kaluar në kryq? Haleluja. A ka vdekur njeriu i vjetër? A ka njeri më mirë se sa ti ta njohi vetveten? A ka njeri më mirë se sa ti të njohi veten tënde? Të njohësh veten tënde? Nuk ka njeri. Lavdi emrit të Perëndis. Ti e di kush ishe, ti e di kush je. Haleluja. Ti bën krahasimin e gjërave që bëje në jetën e vjetër, tani ti bën krahasimin e gjërave që bën në jetën e re. Kjo jeta e re, haleluja, është hyjnore, nuk është dhënë nga dora e njeriu. Nuk ta ka dhënë mamaja dhe babai. Mamaja dhe babai të dhanë natyrën e mëkatit. Kurse Perëndia në Krishtin Jezus të ka dhënë natyrën hyjnore që ti ta jetosh me bindje të plot. Haleluja, ne mburremi thot Pali, qëndrojmë të patundur dhe mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndis. Çka kishte ky burr më tepër nga neve? A ke pyetur vetveten? Ky njeri çka kishte më tepër nga ty? Haleluja. Lavdi emrit të Perëndis. Thot akoma, në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtuam me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të tij. Akoma më shumë tani jemi të pajtuar dhe do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. Haleluja. Dolëm pra te ajo që po thoshim pak më përpara, tek modeli i vetëm. Ashtë jeta jote si e Krishtit? Bëje pyetjen, vlla, motër, të lutem në dashurinë e Krishtit. Bëje pyetjen sepse Krishti po kthehet.
Edhe fjala e Perëndis thot që brenda, në mes të atyre që ngren zërin edhe ngren duart, thot, Krishti do të bëjë një seleksionim, thot, do të ndaj delet nga cjept. Asnjë njeri më mirë se sa ty e di që ke lindur apo s'ke lindur sërish. Haleluja. Unë do ta mësoj kur të shikoj jetën tënde. Nuk mund të më shihet. Fjala e Perëndis thot, një fshat thot që është i vendosur në majtë të malit, nuk mund të mos shihet. Lavdi emrit të Perëndis. Ne themi që drita e Krishtit, Krishti është dritë më e fortë se sa dielli. Imagjinojmë ne tash që me mendjen tonë njerëzore ngrem syt nga dielli edhe verbohemi, nuk mund ta shikojmë për pak sekonda, sepse rrezet aq janë aq të fortë. Imagjinojmë këtë që ne pohojmë që drita e Krishtit është më e fortë se sa drita e diellit, sepse Krishti ka krijuar diellin. Haron ti, o njeri, që ajo dritë është brenda në jetën tënde, brenda në zemrën tënde, sepse Krishti në ungjillin e Gjonit të quan ti je dritë e botës. Ti je drita e botës, haleluja. Kudo qoftë që ti të ndodhesh, rrezet do të jenë më të fuqishme nga ato të diellit. Nuk është për forcën tënde, përse që do sforcohesh, do mundohesh. Është dhurata e Perëndis, haleluja. Edhe nëse ti fillon edhe rritesh me bindjen e shkrimit, haleluja, aq më shumë do rrezatoj ajo drita që Krishti ka vendosur në jetën tënde, që ka vendosur në zemrën tënde. Kështu është e thjeshtë të themi që jam i lindur sërish. O, linda. Apo mashtrimi tjetër që besojnë disa që u futen në ujë të pagëzimit e thënë, o, linda sërish tun. Pastaj van prapë te bari, pim bira. Vën prapë në për dasma, në për ahenge, kërcejnë për bën një me botën. Pleksën me diskutimet e botës, pleksën me politikën, pleksën me ushtrin, pleksën me të gjitha llojet e gjërave. Lavdi emrit të Perëndis, haleluja. Po Perëndia na thot që ai që ikën ushtar, thot, nuk e kthen më kokën mbrapa. Ai që vë dorën tek parmenda, thot, nuk e kthen më kokën mbrapa. Do të thot që ai që ka ikur ushtar, thot, do t'i pëlqej atij që ka thirrur në shërbes. Haleluja. Kështu që ka vdekur çdo lloj gjë që ishte mbrapa. Vazhdojmë të lexojmë, sepse doja sot që me hirin e Perëndis, në kohën që Perëndia do të na japi, të prekim atë sukon, atë thelbin e këtij diskutimi, lavdi emrit të Perëndis. Jo vetëm kaq, thot Pali, përsëri e përsëri tut e vargu 11, ne mburremi në Perëndin, nëpërmjet Zotit Jezus Krisht, me anë të cilit kemi marrë pajtimin. Ne mburremi, haleluja. Haleluja, dhe ne të gjithë mburremi. Të gjithë mburremi neve. Haleluja, sepse për shembull unë nuk e njoh jetën tënde, ti se nje jetën time. Po ata që të rrethojnë e njohin jetën tënde. Atje ku ti punon, njohin jetën tënde. Atje ku ti frekuenton, njohin jetën tënde. Aleluja, lavdi emrit të Perëndis. Vazhdojmë tek vargu 12 të letra e Romakëve kapitulli 5. Prandaj, ashtu siç me anë të një njeriu të vetëm mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja ushtritet të gjithë njerëzit, sepse që të gjithë mëkatuan. Sepse deri sa u shpall ligji, mëkati ekzistonte në botë. Por mëkati nuk numërohet nëse nuk ka ligj. Por vdekja mbretëroi nga Adami deri te Mojsiu. Dhe mbi ata që nuk kishin mëkatuar me një shkelje të ngjashme si ajo e Adamit, që është figura e atij që duhet të vinte. Mirë, po hiri nuk është si shkelja. Nëse në fakt për shkak të shkeljes së një njeriu të vetëm vdiqën shumë më tepër hiri i Perëndis dhe dhurata me anë të hirit të një njeriu të Jezus Krishtit teproi dhe për shumë të tjerë. Përmendet një term, një fjalë. Vdekja edhe Adami. Edhe ne dim, thot,
që njeriu I parë, Adami, vdiq. Do ta lexojmë më vonë. Haleluja. Thot, sa për dhuntit, nuk ndodhi si për atë një që mëkatoi, sepse gjykimi prodhoi dënimin nga një shkelje vetme. Por hiri prodhoi shfaqësimin nga shumë shkelje. Në fakt, në qoftë se prej shkeljes së këtij njërit të vetëm vdekja mbretëroi për shkak të atij njërit, akoma më shumë ata që marrin bollokun e hirit dhe të dhuratës së drejtësisë do të mbretërojnë në jetë me anë të atij njërit që është Jezus Krishti. Prandaj ashtu si për një shkelje të vetme dënimi ushtrimit të gjithë njerëzit, ashtu për një akt të vetëm drejtësie, hiri ushtrimit të gjithë njerëzit për shfaqësimin e jetës. Për një akt të vetëm. Haleluja. Pastaj do të lexojmë edhe te letra e Hebrejve për kryepriftin e amshuar. Haleluja. Lavdi emri të Perëndis. Me qëllim që ashtu si mëkati ka mbretëruar te vdekja, thot, ashtu edhe hiri të mbretëroj me anë të drejtësisë në jetën e përjetshme nëpërmjet Jezus Krishtit, Zoti ton. Shikojmë dy konteste jete. Vdekje në Adamin edhe jetë në Krishtin. Haleluja. Arbeni I lindur nga mamaja e tij, I edukuar me mësimet e këtij brezi shoqëror, haleluja, I pleksur në të gjitha gjërat e kësaj jete, ishte I ndarë përjetësisht nga Perëndia, për shkak të mëkatit. Erdhi Krishti, haleluja, dëshmoi veprën e kryqit, kushdo që beson në të, haleluja, nuk do të humbas, por do të ketë jetë të përjetshme. Haleluja. E propozoi këtë jetë të përjetshme atë të gjithë njerëzve. Edhe na tregoi rrugën. Lavdi emrit të Perëndis. Kryqi, ringjallja, jeta e përjetshme. Pa kryq, pa vdekje nuk ka ringjallje. Pa ringjallje, lexuam tek Ungjilli I Gjonit, nuk ka mbretëri të Perëndis, nuk ka jetë të përjetshme. Pa ringjallje. Haleluja. Të shkojmë të lexojmë sepse çfarë prodhoi lindja sërish. Te letra e Hebrejve, do të lexoja te kapitulli 10. Aleluja. Lavdi emrit të Perëndis. Te kapitulli 10, vargu 22. Dëgjoni se çfarë thot. Lavdi emrit të Perëndis. Le të mbajmë, thot, më falni, kapitulli 10, vargu 22. Le t'i afrohemi me zemër të vërtet, me siguri të plot besimi. Pa këtë siguri të plot besimi, asnjë njeri nuk arrin të lindë sërish. Nuk është se nuk do. Është elementi I themelor, do me thënë, për të lindur sërish. Pa, do me thënë, siguri të plot besimi. Haleluja. Thot, le t'i afrohemi me zemër të vërtet, thot, me siguri të plot besimi, duke I pasur zemrat tona të lara prej ndërgjegjes së lig dhe trupin të larë me ujë të kulluar. Diku është shkruar që trupi ynë është tempulli I frymës së shenjtë. Haleluja. Si u bë tempulli I frymës së shenjtë trupi jon? Përderisa ne themi që akoma brenda këtu meje jeton natyra e mëkatit. Si u bë tempulli I frymës së shenjtë trupi ynë, haleluja, kur ne themi që jemi mëkatar. Haleluja. Kurse këtu thot trupin e keni të larë me ujë të kulluar, lavdi emrit të Perëndis. Le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës ton, sepse besnik është ai që premtoi. Le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës ton.
rrëfimin e shpresës tonë. Ky është mësimi që burrat e Perëndishëm që Perëndia I ka zgjedhur, po I japin kishës. Ky është mësimi, është inkurajim drejt jetës së përsosur. Nuk gjejmë në asnjë vend të Biblës inkurajim në dobësi, inkurajim në mish, inkurajim në natyrën e mishit. Nuk ka në asnjë vend. Ose nëse dikush ka gjetur diçka të tillë, të lutem të më ndihmoj, të ma tregoj. Haleluja. Po tek letra e Hebrejve, kapitulli, haleluja, 6, vargu 1, thot, prandaj, duke e lënë fjalën e fillimit të Krishtit, le të synojmë për kryerjen. Ta përsërisim edhe një herë se ndoshta nuk e kuptom. Duke e lënë fjalën e fillimit, haleluja. Lexojeni gjithë kapitullin do të kuptoni se çfarë flet. Le të synojmë për kryerjen. Le të synojmë për kryerjen. Nëse ti je mëkatar, çush mund të synosh për kryerjen? Nëse ti thua që natyra e mishit është akoma brenda meje, është e gjallë, si mund të synosh për kryerjen? Haleluja. Nuk do ta arrish kur. Nuk do ta arrish kur. Prandaj sot ne kemi këtë lloj jete, këtë mënyrë jete, jemi të dobët, jemi mishëror. Zoti ti qortoj këto zëra, këto fjalë. Ne nuk jemi të dobët, ne nuk jemi mishëror. Haleluja. Ne, thot fjala e Perëndis, jemi më shumë se fitimtar. Çfarë? Për prallat me mbret. Qa kemi fituar? Prallat. Sepse jeta jon nuk po e dëshmon. Jeta jon nuk e dëshmon. Ne themi që jemi krijesa të reja, të lindura sërish. Halleluja. Do me thënë, themi që njeriu I vjetër ka vdekur, se derisa deklarojmë që jemi krijesa të reja, do të thot automatikisht njeriu I vjetër ka vdekur. Sensa pa vdekje në kryq nuk ka rilindje. Nuk ka rilindje, nuk po e them këtë, nuk po e shpikun, është vepra që kreu Krishti. Nëse ai do të ringjallej pa vdekur, do të thot që ai do të shkonte në qiell me mëkatet që mori mbi supe, ose nëse ai do të qëndronte në jetë pa që nevoja që të vdesi, ai duhet patjetër të vdiste. Ja pse shumë njerëz nuk e kuptojnë pse vdiq Krishti. Sepse çojnë në vdekje njeriun e mëkatit, natyrën e mëkatit që lind prej mamas toksore. Si mund ta themi që lind prej njeriut, nga genealogjia humana, njerëzore. Duhet ta çonte me patjetër në vdekje, sepse nëse nuk çon prodhimin në vdekje, haleluja, do të mbledhin fruta vazhdimisht. Sot edhe në ata që thonë janë të krishterë, fillojmë edhe mbledhin fruta vazhdimisht të kujt? Të njeriu të vjetër. Si ka mundsi? A vdiq njeriu I vjetër? E beson ti këtë apo nuk e beson? Nuk kemi një element tjetër që ne të besojmë që kemi vdekur me një vdekje njëjtë si ajo e Krishtit. Nuk kemi asnjë element tjetër. Vetëm për besim, haleluja. Unë besoj që Zoti im vdiq në kryq edhe çoi gjithë mëkatet e mia mi fali, më pastroi, por jo vetëm kaq. Më çoi dhe mua vetë atje në kryq. Do të thot njeriu që prodhonte vazhdimisht mëkat, atë rrënjën që prodhonte vazhdimisht frutin e mëkatit, e çoi në kryq, vdiq, nuk ekziston më. E beson këta apo nuk e beson? Qa beson? Qa beson? Se nëse nuk beson që Adami vjetër vdiq në kryq, ti do vdesësh në mëkatet e tua. Edhe pse ke dëshirë të shkosh në jetë të përjetshme, edhe pse ke dëshirë që ti pëlqesh, ti shërbesh Perëndis, nëse ti nuk beson që Adami vdiq në kryq, do me thënë, Adami I parë, njeriu I mëkatit vdiq në kryq, ti do të vdesësh në mëkatet e tua. Edhe nuk ke për të provuar edhe shijuar kur ringjalljen ditën e tretë.
Kështu që fillon çdo gjë është e lidhur te besimi. Nëse ti beson, Perëndia do t'japi hir, do hapi sytë e tu, lavdi emrit të Perëndis. Perëndia është i aftë ta bëj këtë gjë. Perëndia ka dëshirë ta bëj këtë gjë. Ky është qëllimi vetëm i Perëndis, sepse dërgoi birin e tij të vetëm lindur. Nuk ka qëllim tjetër Perëndia. Perëndia thot nuk provon gëzim apo hare thot në humbjen e të pabesit, por thot do që të gjithë të vinë në pendes thot, në shpëtim, lavdi emrit të Perëndis. Edhe po flasim për ata që janë jashtë në botë. Kurse këtu akoma po diskutojmë që ata që pretendojnë që janë të shpëtuar, që janë të lindur sërish, po jetojnë akoma me jetën e mishit. Edhe tani do t'i prekim këto elemente, që të t'i dim, sepse gjithmonë predikohet, nuk do të mëkatoj më, por jam i bindur që shumë njerëz nuk e din kush është mëkati. Nuk e din kush është mëkati. Edhe e dini pse ndodh kjo që njerëzit akoma shumë njerëz nuk e din cilat janë mëkatet? Sepse akoma nuk ka vdekur njeriu i mëkatit. Ai që ka lindur sërish nga uji dhe nga fryma, e di aq mirë sa nuk ka nevojë t'ia dëshmoj kush është mëkati, sepse brenda këtij personi banon fryma e Perëndis, fryma e shenjtë, ngushëlluesi që Jezusi mësuesi i thot, kur të vjen ai ngushëlluesi thot, ai do ta bindi njeriu thot për mëkat, gjykime dhe drejtësi. Haleluja. Sot shumë besimtar të quajtur të krishterë nuk binden për mëkat. E refuzojnë kur dikush ju thot që vllai bekuar, kjo është jetë e mishit. Ma ne jemi mishëror, Zoti ta qortoj. Është e vërtet kjo? Është e vërtet kjo që ti je mishëror? Nëse është e vërtet që ti e beson me të vërtet që je mishëror, unë sot të bëj thirrje të pendohesh, është urgjence. Pendohu nga këto mendime. Thoj Zotit Perëndis, Zot, hap ma mendjen, haleluja. Dëgjova një njeri që po flet edhe po vërtet që ai që akoma ka tërheqje të mishit është akoma mishëror, do të thotë që nuk ka lindur sërish, do të thotë që nuk ka për të hyrë në mbretërinë e qiellit. Nuk e di çfarë të kanë mësuar deri tash. Nuk e di se çka ke brymosur brenda vetes tënde, brenda zemrës tënde. Haleluja, si të vërtet, po ne po flasim të vërtetën, po lexojmë fjalën e Perëndis, që është e vërteta, haleluja. Edhe njeriu do të çlirohet thot vetëm kur të njohë të vërtetën. Vetëm e vërteta do ta bëjë njeriu të lirë nga çfarë? Të lirë nga çfarë? Ashtu i thanë edhe hebrejt Jezusit. Ne nuk jemi sklever, s'kemi qenë sklever të askujt, tha. Si na quan ti të burgosur në pranga, thot. Prandaj, sot kjo fjalë ndoshta po drejtohet te zemra jote. Prandaj sot kjo fjalë po sjell një trokitje te porta e zemrës tënde, haleluja, ashtu siç është edhe e shkruar, lavdi emrit të Perëndis. Oh, haleluja, 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 haleluja. Tek kapitulli 9, tek vargu 27, të lexojmë. Thot, dhe jo, te vargu 26, letra e Hebrejve, kapitulli 9, vargu 26. Thot, sepse përndryshe, ai duhet të pësonte shumë herë, thot, që kur u krijua bota. Por tani vetëm një herë në fund të shekujve Krishti u shfaq për të prishur mëkatin me anë të flijimit të vetvetes. Mëkatin në numrin 1, do të thotë që i riferohet njeriu të mëkatit, prodhimit, pemës. Mëkati është pema, mëkatet janë frutet. Krishti nuk krasiti frutet të kësaj pemës, preorrënjët të kësaj pemës, në mënyrë që ti të jetosh jetën e shenjtë. Haleluja, ashtu siç po ta kërkon Perëndia, jeni të shenjtë sepse Ati është i shenjtë. Jeni të përsosur siç Ati është i përsosur, lavdi emrit të Perëndis. Në mënyrë që edhe në momentet e vuajtjeve, në momentet e persekutimit, ti të kesh fuqinë të adhurosh Perëndin, ashtu siç bëri Stefani.
ku e gjeti fuqin ky njeri? Ndërsa po e vrisnin me gur, nuk e di nëse ju arrini ta imagjinoni skenën. Po e vrisnin me gur, haleluja. Ai falënderonte Perëndin. Po e vrisnin me gur, ishte duke dhënë shpirt. Ai tha atë, mos ju numëro atyre këtë mëkat. Fali ata. Nëse një dikush nuk ka lindur sërish, nuk mund të ketë këto ndjenja, nuk mund të ketë këtë korajo. Lavdi emri të Perëndis. Duke qenë se është caktuar që njerëzit vdesin vetëm një herë dhe pastaj vjen gjykimi. Prandaj fjala e Perëndis predikohet, haleluja, që njerëzit të reflektojnë. Që njerëzit të reflektojnë për sjelljen e tyre, për besimin e tyre. Vetë Jezusi thot që kur të vi biri njeriut, do të gjejë ai besim mbi tokë, haleluja. Thot, kështu edhe Krishti mbasi e dha veten një herë për të mbarë mbi vete mëkatet e shumëve, do të duket për së dyti pa mëkat për ata që e presin për shpëtim. Për ata që e presin për shpëtim, qysh po e pret Krishtin për shpëtim, haleluja. A nuk vdiq Krishti për t'i larë mëkatet e tua? A nuk vdiq Jezusi në kryq që ta gozhdoi njeriun e mëkatit? A nuk është fjala e Perëndis që është ushqimi yt frymëror në momentin që ti ke lindur sërish? Haleluja, cili është ushqimi yt që ushqesh? Kënaqësitë e botës. Zgjohu, thot fjala, o ti që fle, edhe Jezus Krishti do të mbush me dritë. Zgjohu! Zgjohu, nuk i thot botës, i thot kishës. Zgjohu o ti që fle, thot, aleluja. Edhe Jezus Krishti do të mbush me dritë, thot, aleluja. Le të shkojmë edhe të shikojmë për pak minuta disa nga aspektet e jetës së mishit edhe jetës së frikës. Lavdi emrit të Perëndis. Edhe më mirë se veten time nuk mund të krahasoj asnjë njeri tjetër. Unë isha një njeri që jetoja në mish, i ndar nga Perëndia për shkak të mëkatit. Goja ime thoshte që jam në Perëndi, mendja ime vazhdimisht më iludonte që unë shkoj në kish, por unë e di, haleluja, sepse ajo që ndodhi në jetën time më dëshmoi që unë isha i ndar nga Perëndia. Edhe nëse Perëndi Krishti do të kthej në atë periudhë të jetës time, unë isha i humbur përjetësisht në ferr. Kjo nuk është histori, nuk është si ato telenovelat që ndoshta shumë nga ju shikojnë, haleluja, se edhe ajo shikimi këtyre gjërave mishërore, gjërave të pështira, nuk i përket njeriu të lindur sërish. Po tregoj dëshminë time. Unë isha i apasionuar nga loja e bigjozit në jetën e mishit. Edhe ishte normale për mua. Gjeja kënaqësi në atë gjë. Edhe pse të tjerët vuanin mbrapa, nuk më interesonte fare. Isha tërësisht i verbuar, do me thënë, nga egoizmi im, nga kënaqësia ime, sa nuk arria të konceptoja se çfarë po ndodhte me të tjerët rreth meje. Tashmë që jam në Krishtin, krijesë e re, haleluja, unë e urrej atë gjë. E urrej. Kam qenë i apasionuar mbas televiziorit, nuk besoj se do më ketë ngelur një film i të gjitha gjenereve pa parë. Ore e orë, ne të tëra, të gdhira, të tëra në televizor, vetëm për të kënaqur egoizmin tim. Tashmë unë e urrej televizorin. Që kur kam lindur sërish, nuk më intereson më. Çfarë do lloj gjëje që më vjedh kohën që unë duhet t'ja jap Zotit tim edhe rritjes time frymërore? Prandaj edhe apostulli Paul deklaron që të gjitha gjërat që unë i kisha edhe i konsideroja si përfitim, i quajta humbje, thot. I quajta humbje. Shkoja mysafir, do pija, do desha. Ishte kënaqësi për mua. Nuk krija dot papir duhan, papir në një shash në njerë më të radhë, papir alkohol që ishte kështu si lum, do me thënë.
tani unë këto gjëra ju rej. Do thoni ju, po këto janë ato mëkatet e mëdhaja. Edhe ne, haleluja, Zoti na ka shliruar nga këto. Unë isha ai njeriu vanitoz që do shkoja në plazh. Edhe do tregoja trupin tim, se sa i bukur isha, sa muskuloz isha. Do tërhiqja gratë e tjera që Zoti ka pas mëshirë të madhe për mua. Haleluja. Edhe jam i bindur që Zoti ka për të pas mëshirë për shumë nga juve. Isha i martuar. Edhe më tërhiqnin pasionet e mishit, se si t'i pëlqeja atyre që do më shikoni. Në për darka, në për dreka, në për gostira, në me miq, me shok. Atëre vëllezër të bekuar, fjala e Perëndis nuk na tregon të gjitha këto detaje siç po flasun. Po flet për mish edhe frym, për mëkat edhe shenjtëri, po flet për Adam edhe për Krisht. Haleluja, kujt i përket? E përsëris që më mirë se ti nuk e njeh asnjë njeri veten. Edhe mëkati më i holl që sot po jetohet në mes të kishës është vaniteti. Është vaniteti. Rroba të shtrenjta, nëse një këmish kushton 5 euro apo 5.000 lek, jo, nuk e veshun do të atë, unë jam sër e lartë, do të blej 500.000 lek. Zoti ti qortoj këto mendime të mishit, këto janë dëshira të mishit. Këto janë vanitet. Çdo gjë që hyn në kuadrin e vanitetit është mëkat. Pantallonat të ngushta. Burrat që Zoti ti qortoj, Zoti ti mëshiroj, burrat që veshin pantallona të ngushta, addirittura tani po i lën edhe gaviljet i lën për jashta, sepse është moda. Zoti ta qortoj këtë zë. Kjo është vanitet, është tërheqje e mishit. Burra me këmisha të ngushta, kështu, se duhet ju dalin format e trupit. Zoti pas mëshirë, kjo është tërheqje e mishit, është vanitet. Do të thotë që njeriu i vjetër nuk ka vdekur akoma, nëse ti ke në veten tënde këto episode. Aleluja, prokupohu, sepse akoma nuk e lindur sërish. Njeriu që ka lindur nga Perëndia do t'i pëlqej vetëm Perëndis, haleluja. Edhe ata që janë të martuar që kanë gra, thot, me qënë se kohët janë të mbrapshta, thot, mësuesi i pal, që është në fjalën e Perëndis, thot, të sillen sikur ata që nuk kanë. Kaq të mbrapshta kanë ardhur kohët. Nuk kemi kohë të shenjtërohemi, kemi kohë që t'japim gjithë pasionin ton vanitetit. Deri dje i shkoja në për stadiume bridhja, e bërtisja, e shaja, e bëja për një top, për ata që bridhin bas një topi. Sot prap të krishterë, halleluja, që shikojnë kampionatin, që shikojnë Champions League, që shikojnë kampionatin botror. Zoti pas mëshirë, ju jeni njerëz në mish, nuk keni lindur akoma, nuk është ofendim, nuk është akuz. Janë fakte që dëshmojnë. Ti sot je thirrur ti pëlqesh Krishtit, haleluja. Të shkosh në rrugë jo për të bërtitur për një top, po të shkosh të predikosh ungjillin e Krishtit, haleluja, sepse njerëzit po vdesin në mëkat. Gjithë bota, thot, gjithë krijimi, thot, pret me padurim manifestimin e bijve të Perëndis. Një makinë me 4 rrota që të më shërbej, të jetë në shërbimin tim. Jo, nuk është për mua, jo. Do blej makinë 50.000 euro. Që të jem unë në shërbim të makinës. Zoti pas mëshirë, kjo është tërheqje e mishit. E di që ndoshta shumë nga ju do të nevrikosen me mua. Po mua nuk më intereson shumë. Të gjitha çfarë po them i them në dashurinë e Perëndis. Zëri im është autoritar, nuk është gjykues. Është autoritar. Haleluja. Ashtu siç është zëri i fjalës së Perëndis. Kthehemi në ana tjetër, nga motrat. Gra edhe vajza që i kanë dhënë zemrën Zotit. Haleluja. Lavdi Krishtit. Duam ta dëgjojmë ditë për ditë që të shtohet ky numër. A janë të lindura sërish? A janë të lindura sërish? Haleluja. Dije në jetën e vjetër, do me thënë kur ishte gjallë njeriu i mishit, haleluja, thonjt këtuja. Na 20 santim.
për një ngjyrë tjetër. Ato buzët me të kuq haronin na njerë edhe ikte dora nga veshi në vesh me të kuq. Njeriu i mishit po flasim, ha? Nuk ka faj i vafri, ka lindur i tilla, ai nuk ka çfarë të bëj. Nuk shpëton dot nga ato. Po vdiq Krishti për këtë njeri, e çoi në kryq këtë njeri. Haleluja, të ka çuar në kryq Krishti. Se nëse nuk e shkuar në kryq, ti je akoma gjallë. E nëse je akoma gjallë, ti nuk do të shijosh mbretërinë e qiellit. Ti nuk do të hysh në mbretërinë e Perëndisë. Nuk po e them, unë e thot fjala. Kush nuk ka lindur sërish tot nga ujë dhe nga fryma, nuk do të shohë mbretërinë e Perëndisë. Shikojmë besimtare, femra që shkojnë në kish, do me thënë duke mostruar e duke demonstruar, do me thënë trupin e tyre, turp të keni. A nuk e tha më parë që trupi yt është tempull i frymës së shenjtë? Haleluja. E po e nxjerrë atë tempull kështu lakuriq, gjysmë lakuriq, nudo, që ta shikojnë të gjithë. Besimtar, burra e gra qofshi, që shtrihen atje në për plazhe, në për dete. Lakuriq, turp i Zotit, turp nga Zoti. A jeni ju bijtë të Perëndis? Ashtë jeta juaj që jetohet vetëm për t'i pëlqyer Perëndis? Haleluja. Motra që vishen me veshje të ngushta, me veshje të shkurtra, që nxjerrin trupin e tyre për jashta, në mënyrë provokuese, shkojnë në kish, në shtëpinë e Perëndis për ta adhuruar Perëndin, turp. Hajde, i tha Zoti profetit të tregoj se çfarë bëjnë këta në fshetësi, thot, brenda në shtëpinë time. Të gjithë tualeti, të gjitha gjërat që i përkasin vanitetit, veshja, që nuk është e hishme ashtu siç thot Zoti, për gratë që të jenë të veshura me hijeshi, thot, pa gërsheta, pa are, pa flori, thot, por që t'i ngjajnë mëmës së tyre, Sarës, thot, se bija të Sarës jeni, lavdi emrit të Perëndisë. Moda nuk i përket mbretërisë së qiellit. Moda do shkojnë në ferr me të gjithë ata që ndjekin modën. Do shkojnë në ferr, ju pëlqen juve, që kjo pak rëndësi ka. Rëndësi ka çfarë thot fjala e Perëndisë, sepse fuqia, thot Pali, për secilin do që beson, thot, është fjala e Perëndisë. Vetëm fjala e Perëndisë do na çojë në shpëtim. Lavdi emrit të Perëndisë, haleluja. Mishi edhe fryma. Dje në këtë pozicion, sot prapë në këtë pozicion. I vetmi ndryshim që dje ishe njeri mishëror, sot je njeri frymëror. Kur mos qoftë, kjo është ingan, është mashtrim në mendjen tënde. Fjala e Perëndisë tregon që drita me errësirë nuk kanë asnjë gjë të përbashkët. Fjala na dëshmon, haleluja, që shenjtëria me pastërtinë nuk kanë asnjë gjë të përbashkët. Ky është mashtrim në mendje. Edhe mos harroni se ati i mashtrimit që prej fillimit është djalli i Satanait. Edhe nëse ai u shfaq si angjëll drite, sa më shumë dhe ministrat e tij do të infiltrohen, domethënë, për të bindur njerëzit e dobët që të mendojnë sikur janë në një pozicion, po faktikisht akoma janë në mish. Çash lindur nga mishi do të vdesi. Çash lindur nga fryma do të hyjë në jetë të përjetshme. Ka pa disa aspekte të vanitetit që janë të pashme, që janë të dukshme edhe në mes të kishave. Ju e dini se sa akoma të tjera të msheta janë mbrapa këtyre gjërave. Se sa gjëra të msheta akoma kanë mbrapa këtyre gjërave. Kjo është jeta e mishit edhe jeta e frymës. Nëse ne me të vërtet kemi interes të bëjmë këtë ballafaqim, edhe unë juftoj ta bëni, sepse është për dobin të gjithë atyre që do dëgjojnë, që do ta bëjnë këtë krahasim. Falenderoj Zotin për të gjithë ata që jetojnë në frymë,
Haleluja. Edhe lut Zotin që ti fuqizoj akoma më tepër që të thonë ashtu si thot Pali. Ne dim që të arrin në një pikë qartësie. Ne e dim. Prandaj, në këtë mbrëmje po e mbyll këtë video duke bërë një thirrje. Afroni te Perëndia me zemër të pastër. Nënshtrojeni zemrën tuaj para frymës së shenjtë, sepse vetë fryma do t'ju dëshmoj atë që është e pëlqyeshme dhe e papëlqyeshme në sytë e Perëndisë. Kjo është ajo që kisha në zemër të ndaja sot. E me hirin e Perëndisë do të vazhdojmë akoma me këtë punën e jetës së re, të lindurit sërish. Lavdi emrit të Perëndisë. Edhe me hirin e Perëndisë, në videon tjetër do të prekim kontekstin e asaj e atij mësimi shumë të gabuar, që thonë linduri sërish është një proces. Do me thënë, vdekja e Krishtit në kryq është një proces. Edhe ringjallja e tij është një proces. Kjo është një mashtrim i madh i armikut të shpirtrave tanë. Me hirin e Perëndisë do të vazhdojmë këtë temë, derisa Perëndia të na japi fuqi. Atij qoftë lavdia në shekuj të shekuj. Amin.